Sheshi qendror i Kukësit u kthye sot në qendër të aktiviteteve të strukturave të mbrojtjes së civile në kuadër të fushatës së Mbrojtja Civile në turne. Prefekti i Qarkut Kukës, Dritan Baji, dhe drejtori i edukimit dhe trajnimit në Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes së Civile, Jonian Harka, u shprehin se kjo fushatë synon të forcojë kulturën e mbrojtjes së civile jo vetëm në Kukës, por të gjithë Shqipërinë. Emergjencat civile janë problem i gjithë komunitetit, jo vetëm i strukturave që kanë për detyrë të përballen me to më shumë se gjithë të tjerët, që kryesisht janë zjarfikset, forcat armatosur, e gjithë me radhë, po është sa më shumë angazhim të ketë komuniteti, aq më mirë bëhet puna, aq më thjesht zgjidhen këto lloj situatash dhe aq më i vogël është dëmi si në pasuritë e njerëzve dhe larg qoftë pastaj në jetët e njerëzve. Që do të thotë edhe ky organizim i sotëm ka këtë qëllim, të një sensibilizim edhe të strukturave, po edhe të komunitetit, një njohje nga afër me mjetet e punës. Pak më vonë do bëhet një simulim dhe ke shkolla e mesme e Kukësit për një simulim për një fikje zjarri. Gjatë mbledhjes që u bë sot mësuam që ka edhe një projekt përbashkët me Ministrinë e Arsimit që masat për mbrojtjen civile, për zjarret, së shpejti të janë edhe pjesë e kurrikuleve shkollore, që të ndikojë për një edukim sa më të mirë të brezit të ri, me shpresën që në të ardhmen këto lloj situatash përballohen sa më mirë dhe të kenë sa më pak dëm. Sot Mbrojtja Civile Kombëtare ka zgjedhur qytetin dhe qarkun e Kukësit për të zhvilluar fushatën kombëtare Mbrojtja Civile në turne, ku do të informojnë qytetarët e Kukësit mbi rreziqet nga fatkeqësitë dhe emergjencat, por edhe mbi mënyrën se si ata duhet të përgatiten dhe të reagojnë. Parandalimi është element i kyç dhe qytetarët janë elementi më i rëndësishëm i realizimit të mbrojtjes civile dhe sigurisë publike. Sot do të demonstrojmë qytetarëve se cilët janë forcat kryesore me të cilët ata duhet të bashkëpunojnë në rastet e emergjencave civile, po edhe për të kuptuar rolin që ata kanë. Në vijim të aktivitetit, në ambientet e gjimnazit të qytetit të Kukësit, ekipet të zjarfikse zhvilluan demonstrime praktike për fikjen e zjarreve duke përdorur ujë dhe mjete portative. Ndërkohë, vullnetarët e Kryqit të Kuq shqiptar demonstruan teknika bazë të ndihmës së parë dhe veprime për shpëtimin e jetës në situata emergjente. Fushata Mbrojtja Civile në turne zbatohet nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes së Civile me mbështetjen e UNDP-s në Shqipëri në kuadër të projektit për forcimin e qëndrueshmërisë dhe reagimit ndaj emergjencave në vend.